Valbona Mbili dhe Lajrt Vasili kanë biseduar për marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Lajrti i tha Valbonës se nuk kanë hyrë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri për muajin e mjaltit. Ki kujdes, sepse naiviteti yt, pra çiltërisa jote dhe mënyra se si luan, jo lojen, por luan, bën gallat keq interpretohet dhe unë kam ndenjur, kanë kaluar kohë, kam parë që je përpjekur, sa herë që më shije qeshje. Ti nuk më ke prerë dinjitetin, thjesht u mërzita për atë që ndodhi, por po të kisha mendje tjetër, nuk do të përqafoja dhe as nuk do kërcenim bashk, por unë këtu në shtëpi nuk do marr mendjen e Jozit. Po të sqaroj, unë nuk kam ardhur të bëj muajin e mjaltit në shtëpi, se po të doja të bëja muajin e mjaltit të kisha njohur jashtë. Ose hajde martohemi dhe ikim, e mo ja kërcasim edhe pas 2 muajsh ja futim edhe një divorc dhe në rregull jemi, i tha ai. Ndërkohë që Valbona e siguroi që ajo kishte pëlqim vetëm për të dhe për asnjë djalë tjetër në shtëpi.